Prologu i Një dite të mallkuar është vëllimi me proza poetike i autorit Thanas Dushku, i cili u promovua në Korçë në një ambient të ngrohtë në Qendrën e Artit dhe Kulturës. Thanas Dushkun e kemi parë shpeshherë si një piktor, ndërsa tashmë vjen edhe si autor, duke përmbledhur në një vëllim 33 proza poetike, të cilat përbëjnë fragmente nga jeta e tij. Ai tregon se temat kryesore kanë të bëjnë me dashurinë, jetën, vdekjen, humbjen, dhimbjen, por nuk mungon edhe shpresa. Prologu është në fakt prologu i jetës time, i cili në të vërtetë fshet një epilog shumë të madh në vetvete, por që kjo lihet në diskutim ose lihet në një lloj reticence që vetë lexuesi duhet ta kuptojë, se duhet ta ndjejë. Është libri im i parë, është prozë poetike, duke qenë se unë jam piktor dhe gjithmonë jam shfaqur si artist i arteve pamore. Kësaj ere vendosa të shfaqem ndryshe si autor. Kjo jo pa arsye dhe jo pa qëllim dhe jo pa rastësi, sepse letërsia ka qenë gjithmonë diku e fshehur brenda meje, brenda skutave të mia shpirtërore. Redaktori i librit është profesor Neli Naço, i cili vlerëson teknikat e reja të përdorura nga autori, si dhe stilin unik të tij. Këto proza poetike i ka shkruar për një kohë të gjatë dhe unë kam qenë një lexues i hershëm i tyre. Janë publikuar për disa faqe sociale online, Facebook e tjera. Përshtypja që më ka qenë impresionuese, kanë qenë proza vërtet të veçanta, ka një stil unik, më duket sikur kanë lidhje edhe me pikturën e Thanasit, po gjithashtu kanë edhe një lloj shkëputje, si thua, ju është bindur ligjeve të prozës. Në promovimin e librit kanë marrë pjesë shkrimtar, poet dhe qytetar të tjerë, të cilët kanë shijuar edhe disa fragmente të prozave poetike nën shoqërinë e tingujve të violinës.